Pensioni shtetëror, ashtu si që gjithë jemi të vetëdijshëm, sepse kemi prindër, kemi njerëz tanë të cilët janë aktualisht pension, nuk është i mjaftueshëm për të bërë një jetë normale nga ana financiare. Për këtë arsye, ka rreth 20 vite që në Shqipëri janë krijuar fondet e pensionit privat. Synimi i një fondi pensionit privat është krijimi një mundësie anëtarëve të tij që kur të jenë në moshë pensionit, kenë një të ardhur të dytë, e cila i plotëson të ardhurat që kanë nga pensioni shtetëror. Mënyra se si krijohet një fond pensioni privat është shumë e thjeshtë. Çdo individ, gjatë kohës që është në aktivitet pune, që ka të ardhurat ekonomike, mund të vendosë që një pjesë nga të ardhurat e tij mujore t'i kursej, t'i investojë në një fond pensioni privat. Fondet e pensionit janë shumë fleksibël dhe krijojnë mundësitë e investimit për çdo person, çdo individ, pavarësisht moshës që është, mundësisë financiare dhe të gjithë. Ka alternativa për çdo individ që të antarësohet në një fond pensioni privat. Ideja e pensionit privat është që kur një individ të arrijë në moshën e pleqërisë, në qoftë se të ardhurat e tij monetare gjatë gjithë jetës kanë qenë 1.000 euro, po marrim një shembull shumë thjesht, në moment që ai do dalë në pension, qofse flasim me kushtet që jemi tani, ai do ketë një pension rreth 300 euro. Kjo është mesatarja pak a shumë e pensionit që të jep shteti sot. Në mënyrë që mos të bjerë nga 100% në 30% të ardhurave të tij normale që ka pasur gjithë jetën, ky është një opsion që mund të investojë në pension privat në mënyrë që kur të dalë në pension nga shteti do marrë 300 euro, ndërkohë me investimin që ka bërë në pensionin privat do ketë një 300 ose një 400 euro të tjerë. Dhe nuk do bjeri nga 1.000 euro në 300 euro të ardhura, po do bjerë nga 1.000 euro në 600 ose 700 euro.